Pse Harry, djali i Lady Dianës, kërkon që të hapë çështjen se si u vra nëna e tij, pra si humbi jetën nëna e tij. Lady Diana është një nga, me fjalë çështja e Lady Dianës, është një nga çështjet më komplekse të shekullit, mund të thuhet. Kush nga ju e ka parë emisionin e plot që kanë bërë kohët e fundit, par vjet, për sa i përket të gjithë jetës së saj, pra Lady Dianës, dhe se si ndodhen ngjarjet, çfarë problemesh kishte dhe pse nuk u zgjidh ai problem, pra aksidenti i famshëm. Kush është rastësisht i gjithmonë i qoftë se nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes që jemi sërish, dhe dua të flas për këtë sepse kohët e fundit, për kush nuk e di dhe nuk është informuar, djali i saj, pra Harry, ose princi Harry, kërkon që të hapë çështjen për të kërkuar se të vërtetën e nënës së tij, se si ajo humbi jetën. Po duhet të kthehemi pak mbrapa në kohë, dhe të jemi pak më të qartë. Dua të nënvizoj që këto janë teori dhe nuk ka asgjë të vërtetë në këtë diskutim, por mes këtyre teorive të paktën të kuptojmë se kush mund të jetë e vërteta. Para se të Carlo të martohej, princesha e madhe, nëna, Elizabeth, pra mbretëresha Elizabeth, kërkonte një njeri që t'ishte i denj për të, pra një grua që t'ishte e denj për Carlon. Carlo kishte studiuar së bashku me Camillën dhe ata ishin bërherë bashkë. Në fakt, tregohet që Carlo ishte shumë i lidhur pas Camillës. Por nëna e tij, pra mbretëresha, i kërkoi që të paktën tha, e përsërisë edhe një herë, këto janë ato çka thuhen, i kërkoi që i e detyroi që ai të martonte dikë tjetër, pra një vajzë që t'ishte e denj për princesh, sepse Camilla nuk vinte nga një gjak blu, si e quajnë ata. Dhe kërkuan për një kohë të gjatë, dhe atë që shumë njerëz nuk e din ndoshta, por flitet si gjithmonë, që princeshës Diana, përpara se ajo të merrej në konsiderat nga Carlo dhe nga të gjithë familja mbretërore, mendohet që i është marrë një tuf flokësh, pra kur ajo qethi flokët, janë marrë flokët dhe janë çuar në laborator për të parë ADN-n e saj. Dhe për të kuptuar nëse ajo ishte një grua tamam ashtu siç mendonin ata. Dhe doli shumë se çfarë priste mbretëresha. Dhe ajo në atë kohë vendosi akoma më shumë drejt Carlos, duke i thënë që ti duhet ta marrësh se s'bën etj. Dhe mbretëresha vendoste çdo gjë. Kështu që Carlo u detyruai që ta merrte. Pra, duke u futur në këtë bisedë, pra që në fillim të hapat e para të jetës së tij, kuptojmë që Carlo nuk e donte në të vërtetë Dianën. Pra ai donte dikë tjetër, donte Camillën. Dhe në fakt tregohet që pas 6 muajsh që ai u martua me Dianën, pra kur Carlo u martua me Dianën, që pas 6 muajsh ai filloi që të frekuentonte sërish Camillën. Dhe kaloi një farë kohe, mirëpo Diana e kuptoi dhe ajo mundohej që të lidhte disa gjëra të Carlos, për shembull që ai nuk ishte ende fëmijë dhe ishte i varur nga Camilla, sepse Camilla ishte më e madhe se ai etj. Dhe ai nuk ishte burr, po vendoste dikush tjetër, nuk ishte i zoti i vetes së tij, dhe këtë ajo bënte në çdo lloj mënyre që ai të ishte sa më afër familjes dhe të ishte i denj për një prind dhe të ishte i denj si një burr. Por kjo gjë nuk ndodhi kurrë. Nuk ndodhi sepse Camilla kishte kontrollin pothuaj total të Carlos. Në fakt, me kalimin e kohës,
çështja mes tyre u degradua dal nga dal, dashuria iku komplet. Me një fjalë, ai u zvanit, nëse kishte pak dashuri ose respekt për Dianën, u zvanit. Dhe me kalimin e kohës, Diana, si normal, u lodh, sepse e tha dhe publikisht që ajo në një moment tha u lodha, tha. U lodh dhe filloi që të frekuentonte një bodyguard, të paktën kështu thuhet. Dhe nga ai moment kaloi dhe pak kohë dhe thuhet që në fakt Harryn e kishte me një bodyguard. Pra nuk është djali i Carlos. Thuhet, e përsëris edhe një herë, këto janë thjesht teori konspirative dhe unë dua që ti diskutojmë së bashku, meqense Harry hapi këtë çështje dhe kërkoni që të hapë këtë çështje. Dhe si përfundim, tregohet që Carlo u shkëput pothuajse totalisht dhe flinin në dhoma të ndryshme, pra secili flinte në dhomën e tij. Nga një moment, kjo u ndje akoma me vetmuar, pra Diana, sepse me bodyguardin s'kishte shans që ta martonte dhe të rinte me të, për më tepër një bodyguard që kishte shërbyer oborit mbretëror. Do ta fusin në burg ose do ta vrisnin atë, nëse do dilte publikisht kjo gjë. Në fakt tregohet që ja e detyruan që të mos fliste dhe njëkohësisht tregohet që një dado, si quhet, një shërbëtore i di që të gjitha dhe ajo thuhet që pas ka lënë disa deklarata të forta, por nuk ka dalë publikisht. Dhe si përfundim, pas disa viteve, Diana u takua, ishin takuar disa herë, por u takua rastësisht në një banket me Dedi Al-Fayed. Dedi Al-Fayed ishte një princ i egjiptian i niveleve sipas këtyre, pra sipas oborit mbretëror, i niveleve më të ulta nga obori mbretëror anglez. Dhe normal që për më tepër duke qenë i vendeve arabe, pra me një besnitim tjetër, nuk ishte në një linjë me çfarë kultivonin familja mbretërore. Dhe e kishin këshilluar disa herë Dianën që ajo mos të ofrojë më, mos të rrinte më me të. Mirëpo Diana ishte e brisht, pastaj përveç se e brisht, ajo kërkonte një jetë si gjithë të tjerët. Kërkonte një jetë normale. Në fakt ajo e tha dhe publikisht, unë dua një jetë normale, nuk më intereson fare. Ti jam as princesh, as gjë, as mbretëresh, as gjë, nuk më intereson. Përkundrazi, unë dua që të rri e qetë, të rri në shtëpinë time dhe të ha patatine, se kështu u shpreh, të ha patatine duke shikuar televizorin dhe nuk dua të jeti për asgjë. Mirëpo ka disa obligime shoqërore, miqësore, familjare, etj, që të detyrojnë, nëse ti je pjesë atje, pra je një figurë e fortë në këtë rast, je e detyruar që ti përmbahesh disa rregullave. Dhe këtë që bënte edhe Diana. Mirëpo me kalimin e kohës ajo u dashurua marrëzisht me Dedi Al-Fayed. Dhe Dedi Al-Fayed po ashtu e donte jashtëmase. Por i jati i Dedi Al-Fayedit, i madhi Al-Fayed, e këshillonte që mos të qëndronte me të, mos të rrinte me të, sepse ishte e quajti një dashuri të pakurorzuar. Mirëpo kaloi pak dhe tregohet që ajo mendohet që mund të ishte shtatzane me Al-Fayedin. E dini se çfarë bëhej në qoftë se ajo do të lindte një fëmijë me Al-Fayedin? Një tmerr total, një tmerr në familjen mbretërore. Dhe nuk mund ta lejonin familja mbretërore që të lindte një fëmijë nga barku i një gruaje që kishte lindur 2 princa. Pra, 2 princat që ishin fëmijët e saj, pra që pretendohet që ishin me Carlon, të paktën djali i madh thuhet që është me Carlon, kurse tjetri jo, të paktën kështu thuhet. Megjithatë, janë 2 princa. Dhe mundet që këta 2 princa të shtohet një princ tjetër që është gjysmë arab,
Absolutisht jo. Pra, shiko, kohë më parë, këto familjet mbretërore bënin pikërisht këtë. Kur ndodhte një gjë e tillë kështu, ose vrisin fëmin, ose vrisin gruan. Më falni, po më shpëtoi kjo. Më shpëtoi, nuk po e ndërpres, sepse kështu bëhesh dikur. Dikur kështu bëhesh, që kjo është e vërtet. Pra, dikur, në kohët e mesjetës, ose ndoshta edhe më përpara, kur një princesh mbetej shtatzan nga një shërbëtor apo ku ta diun, ose vrisin fëmin, ose vrisin ata. Kjo është e vërteta. Tani, nuk dihet se si ndodhi, sepse ne njohim atë version, pra njohim versionin që ndodhi një aksident. Megjithatë, atë ditë, ishte viti 1997, më 31 gusht, mos të gaboj, dhe ajo kishte shkuar në Paris, e bënte shpeshherë që shkonin bashkë diku me Al-Fayedin, bile kishin 2-3 javë përpara, se të ndodhte fatkeqësia, kishin qenë në një piknik së bashku dhe dolën edhe me një motoskaf, me një skaf privat të Al-Fayedit. Dhe aty tregohet që pan edhe barkun e Dianës që duke që ishte pak më i madh se normalja. Dhe ndaj, mendohesh që ajo mund të ishte edhe shtatzan. Ishin pikërisht ato foto 2 javë përpara se të ndodhte aksidenti, që kishin parë që 10 ditë, që barku ishte pak më i madh dhe i rrumbullakt. Disa thonë që është mosha, megjithatë pak rëndësi ka. Në Ritz, pra hoteli Ritz, që ishte hoteli ku ata qëndruan në Paris, ishte fragmenti i fundit që kanë parë të Dianës live, që ishte gjallë, i fundit, videoja e fundit. Dhe ajo është krejt normale, nuk është absolutisht e preokupuar, hypën në ashensor, zbresin, shkojnë drejt makinës dhe ecin. Tani, nuk dihet se si ndodhi aksidenti, ato çka na thuhet që janë zyrtare, u përplas makina, sepse nga një motor apo të diu nga një makinë tjetër, sidoqoftë Diana në momentin që u përplas makina, mendohet që ishte ende gjallë. Dhe kur erdhën një grup njerëzish aty, ose ndoshta të policisë, nuk e dim, por tregohet që mund të ketë qenë ende gjallë. Megjithatë, ato ishin momentet e fundit, sepse makina tregohet që ishte u shtyp kaq shumë sa që nuk njihej më. Në fakt, ai shoferi që më në fund, sidoqoftë ai mbjetoi, ai shoferi nuk mban mend asgjë nga ai aksident, sepse normal që kur ndodh aksident, truri bëhet pjesë-pjesë, copa dhe ikën një pjesë e mendimeve dhe e kujtimeve, kështu që nuk mban mend asgjë, të paktën kështu thuhet, por nga e gjithë kjo situatë, mendohet që ishte e gjithë e programuar, mund të ketë qenë e gjithë e programuar, pikërisht për ato probleme që u thash më përpara. Dhe unë mendoj që ky është argumenti që se përse djali i saj sot, që është viti 2025, pas gjithë këtyre viteve, pra Harry, kërkon që të rihap çështjen, sepse ai ndoshta e di shumë mirë të gjithë këtë histori që ju thash, dhe padyshim nëse futet në përgjithësi do zbërthejnë gjëra që mund të shkaktojnë lëkundje të mëdha, jo vetëm në familjen mbretërore, por edhe në mbar opinionin publik. Megjithatë, unë do të dëshiroj një komentin tuaj, ju çfarë mendimi keni? Ishte një rastësi ajo që ndodhi, pra ndodhi aksidenti për rastësi, apo kishte diçka brenda nga këto diskutime që ne hapëm sot? Pres komentet tuaja, le ta diskutojmë thjesht teori konspirative. Kalofshi bukur, natën e mirë.